Në vitin 2025 në Vlorë ka nisur një nga fushatat më të mëdha të desisektimit kundër mërshkonjave në dekadat e fundit, si pjesë e një programi kombëtar që mbulon 6 qarqe bregdetare. Risia këtë vit është përfshirja çdo banese në procesin e spërkatjes përveç zonave publike dhe turistike. Vetëm në territorin e Vlorës janë planifikuar të trajtohen 108.076 hektarë sipërfaqe natyrore, si dhe laguna, kanale dhe përrenj, ndërsa do të spërkaten gjithashtu 5.437 metra katror drume dhe puse të ndërtesave. Por sa efektiv është ky program në lagjet periferike të Vlorës? Sot në lagjen 24 Maj dhe në zonën urbane pranë stacionit të trenit të Mallrave, qytetarët ndan shqetësimet e tyre për Blu Televizion. Mi shkonja dhe mi sa duash. I kemi pjesëtar. Ka ardhur dikush që është interesuar për të bërë dezinfektime? Po, erdhën para një muaji gjysmë mos ashtu se është gjunata ankoran. Erdhën po, nuk e di pse. Për të hojë hodhën. Hodhën i lash prart, hodhën. Kam qenë vetë tu kur kam kaluar. Si shka pasur nuk ka. Fakti kisha këtu ishin blet, po si tash nuk e di. Ndoshta është dhe në ndore dysh dieri. Kam u shkoj edhe, po s'ka më shkoj herë bez mushësaj gomarës. S'ka nevojë të marrësh mendimin tim, gjë që duket. Si është situata e mushkonjave? Na grin, në papjer na grin. Po, çfarë thot bajut tani? Na grin dynjanka, po ku. Në lagjen pranë stacionit të trenit të Mallrave ku kalon një kanal kullues që vjen nga zona e Pusmezinit dhe përfundon në kolektorin kryesor, banorët thonë se desisektimi nuk ka dhënë fare rezultat. Ja, shikoj, që i pari kanali, çfarë do themi më? Ja, shikoj, kjo është e parë. Ne s'kemi as shtet, as deputet, as gjë, as bashki. Fare, vetëm sa marrim parat. Herdhëm vetëm një herë, herdhë një botë, nuk e di sa ka. Mund të ketë 15 dita, 20 dita. Ja kaq. Kurdo, po su pastru kanali, që mu shkonjë do themi. Ajo rrin kallëm. Të tjerë banorë dyshojnë se kimikatet e përdorura gjatë spërkatjes nuk janë efektive, madje mendojnë se mund të ketë qenë dhe thjesht ujë. E sipas tyre, nëse nuk pastrohet, nuk mbulohet dhe nuk sistemohet kanali, dhe nëse kjo lagje nuk lidhet me rrjetin e kanalizimeve të qytetit, atëherë dhe spërkatja nuk është zgjidhje, por vetëm një justifikim që dhe këtu, në Vlorën e haruar, po punohet sipas qytetarëve.